Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në qytetin e Komotinit, kjo xhamia pas nesh është xhamia Dibakhane. Apo e Dibakhanës, se këto është 7 vit likura dhe ata që janë marrë me 7 vitin e likurave, namazi kanë orë dhe kanë falë enkas të kjo xhami që të mos shqetëson xhamatlit tjerë nga era dhe aroma e rëndë e likurave që dihet ata që dhe din këtë punë ata që merren me kahve turke. Këtu pas nesh e kemi edhe rapin e vjetër që i ngjan xhami si Sabeu. Kjo kahve dhe me këtë limonadë mi ngjan djenja sikur me qenë në Shkup në xhamin e Sabeu. Që ta bën me dije se mbjellja e rapit ka qenë një traditë e kapëmoqshme e besimtarëve që kur kanë vëndu themelet e xhamiave, së parjer kanë mbjell fidanin që është simbolik e qëndrueshmërisë dhe i kanë lutur Allahun që Allahu t'i lënë të përhershme këto xhamia. Dhe njëra nga shkaqet që këto xhami janë edhe në këto vende janë pikërisht duat dhe lutjet e besimtarëve në atë kohë. Xhamia Dibakhane ka edhe një histori tjetër. Histori e cila thotë se aty është një shtyllë që të pasurit kanë ardhur i kanë lënë tollat, kurse të varfërit kanë ardhur dhe kanë marrë aty duke mos e takuar njëri tjetrin. Është ditë koha kur i lënë parët dhe sadakat e tyre të pasurit dhe është ditë koha kur vinë të varfërit e zgasin dorën dhe marrin atë sa kanë nevojë nga pasuria e tyre. Është dhomë pasuri pa llogari dhe pa askush në një vend të fshehur dhe askush s'e ka ditë dhe sa ka marrën nga ajo pasuri i varfërit që ka pas nevojë apo hall tjetër. Allahu na ruaj dinin dhe imanin e na shtoft të mirat e dunjos dhe ahiretit. Walhamdulillahi rabbil alamin.